shikoj nga janari deri në dhjetor të 2025 punën mirë, edhe thjesht na hongri pak data, e kupton, pra kishte lëvizje. Por e vërteta është që do të ketë zhvillime. Ju e dëgjuat shumë mirë zotin Rubio, e tha, ne me Europën, Europa pa ne nuk mundet, edhe europianët po pa ata nuk mundet. Pra, do të thotë që ata janë në një situatë konfliktuale, të cilën në rast se ju e keni dëgjuar, mbani mend që ju kam thënë që zoti Trump do merret në 2026 në vazhdim në Europën. Pra, edhe vajtja e zotit Rubio në Gjermani. Po zoti Rama pse nuk vajte në Gjermani? Avokat, qoftë ai shkon në Amerikë, bie teza pse nuk vajte në Amerikë. Sepse mund ta ketë bërë për t'i dhënë konsum analizën tjera opozitës. Por qoftë nuk shkon në Amerikë, atëherë mund të bëjmë pyetjen që është e lidhur me Meniu, po nuk vajte në Amerikë. Po nëse shkon në Amerikë, bie ajo Meniu pastaj. Është ushqim për opozitën, e ka bërë për ushqim për opozitën. Për protestën 20 shkurtit. Dëgjoj. Dikush më tha, një takim midis një kryeministri dhe një vajze dhe një presidenti. Kryeministri e pyet vajzën, i thot babai, po jo, presidenti, e din që ti je këtu? Ajo përgjigjet e kryeministri i thot, babai po presidenti jo. Është vërtet kjo, domethënë, e nga citim nga burimi nga takimi? Nuk e di. Unë po të them një ngjarje që ka ndodhur dikur në një republikë e cila çdo gjë edhe sikur të bie diçka nga Amerika, i parë që do dalë të thotë kryeministri jonë rastësisht, Amerika mendon për mua, e kupton? Dhe tani këtej marrim këtu edhe bëjmë komente. Zoti Rama nuk do ta di për opozitën, për popullin shqiptar, ta kenë sigurt të. Por ne qytetarë duhet ta dimë dhe duhet të interesohemi që Shtetet e Bashkuara të Amerikës duhet të jenë partneritet për shqiptarët. Avokat, për ta mbyllur, ne do ta diskutojmë një herë tjetër në veçantë këtë çështje, po duke qenë se u mbyllën me deklaratat për mbyllje atje në pritje të vendimit, me ndoshta një po një jo, pa ju marrë juve shumë kohë. Mendoni që do dënohet ndonjëri nga ish-drejtuesit e UÇK-s në Hag apo jo? Tani dëgjoj pak, them unë diçka që dua patjetër ky të jetë lajmi i fundit. Ftoj politikën e Kosovës. Për ata që ndihen shqiptarë, kupton? Me një ligj, me një nen të çfuqizojnë gjykatën speciale dhe prokurorin speciale. Sovraniteti i Kosovës dhe ai i sovranit, por edhe ai territorial, nuk mund të preken nga një gjykatë e cila është votuar në të formë dhe çuditërisht nga kryeministri që aktualisht ndodhet në paraburgim. Kjo ngjarje tregon që edhe Shqipëria duhet të jetë në partneritet me Kosovën dhe në momentin më të vështirë të jetë pranë saj dhe mos të merren me konflikte individuale ose ideologjike. Pakti për sa i përket stabilitetit të Kosovës kalon përmes Tiranës. Në rast se nuk marrë një vendimarrje kundër kësaj gjykate, prokurorie, që dëmton imazhin e drejtësisë, e luftës, e dinjitetit njerëzor kundrejt agresionit ruso-serb, mirë, atëre ne do mbetemi përsëri autor të ngjarjeve të cilët nuk kanë qenë në asnjë moment ngjarje të atyre ushtarëve që kanë luftuar për liri dhe drejtësi. Avokat, po për te kësaj, edhe për te dëshirë, por... Tani dëshirë shprehje, se s'kam fuqi të urdhëroj veprime, por në rast se do të isha pjesë e politikës, sot unë do të ftoja të gjithë të gëzohemi për festën kombëtare të Kosovës,
pavarësisht se ja urojmë pavarësinë. Jemi një. Pavarësinë, por një sekond, jo teorikisht. Në momentin, në rast se do të isha kryetar partie parlamentare, në momentin që do të dëgjoja relatimin e prokurorit, në atë moment do bëja një apel publik që të gjithë politika shqiptare të kishte vajtur dhe të takuar me klasën politike aktuale në Kosovë në një truez të përbashkët kundër relatimit të prokurorit për dënimeve të 4 personave të përfshirë, sipas një prokurorie fantazëm në kuptime prova fantazëm, kundër atyre. Prandaj, kjo tregon, jo thjesht gëzohemi, ta gëzoni sovranitetin tuaj, luftoni vetë, s'ka problem edhe ne në një moment të dytë. Por, kjo tregon qëndrueshmëri për sa i përket çështjeve të ndërkombëtare, por edhe ata të cilët janë kombëtare, për shkak se Kosova dhe Shqipëria jemi në një komb. Nuk ju përgjigjet avokat, do ngurt më i prap. Ju mendoni që do dënohen apo jo? Për te dëshirës dhe rrethanave gjeopolitike, pra mund të themi gjykatë politike ose jo. Pra, okay, dëshira është gjë tjetër, jo, por fakti një sekond. Po është politik, do të thotë do dënohen. Po është drejtësi, do marrin pafajësi. Po ju si mendoni, është politika apo është drejtësi? Do takohet e drejta me drejtësinë apo jo? Ta thash, po është politike dhe interesa të errta, do dënohen. Por është drejtësia e vërtet dhe realja, nuk do dënohen, do marrin pafajësi. Mund të falenderoj shumë avokat. Shumë e qartë, pra mos të themi që jo dëshmia e njërit apo tjetrit, se nuk futemi në përmbajtje të kësaj gjëje. Duhet të futemi në atë që duhet. Tani është momenti i mbrojtjes dhe vetmbrojtjes. Ky është, do thoja, kjo është nevoja kombëtare. Të falenderoj shumë avokat. Edhe unë ju falenderoj për ftesën.